Një aksident i rëndë është regjistruar në Lezhë. Policia informoi se rreth orës 1:30 në aksin rrugor Lezhë-Milot janë përfshirë një aksident rrugor automjeti me drejtues shtetësinë AG dhe automjeti me drejtues shtetësinë RE 66 vjeç. Sipas aksidentit kanë ndërruar jeshtë shtetësi RE dhe pasagerë që ndodhen në automjetin e tij shtetësi AE 52 vjeç. Nga veprimet e para hetimore në vendin e ngjarjes, dyshohet se shkakti i aksidentit rrugor të jetë krahas kushteve atmosferike me rreshtë dendër shiu. Pozicionimi i gabuar në karrexhat e automjetit me drejtues shtetësinë AG 33 vjeç, i cili rezultoi në gjë ndehur, njofton policia. 33 vjeçar është arrestuar në flagrancë, ndërkohë grupi hetimor po vjon veprimet për sqarimin e plotë të rrethantë ngjarjes. Nga ana tjetër, shërbimi i komisarit të policisë Kurbin referoi më dalë në prokurori për vlerësim pasi shtetësi VSH 63 vjeç banues në Kurbin ka gazuar se shtetësi SHSH 55 vjeç i ka penguar rrugën që të hyjë në parcelën e tij me Ullin. Gjithashtu po këto shërbime referoi më dalë në prokurorisë ngjarje aksidentale pasi shtetësi FZ 21 vjeç banues në Kurbin është dëmtuar në vendin e punës, ku ushtron detyrën si kuzhinier. Gjatë punës këtij shtetësi i ka rrëshitur thika dhe është dëmtuar lehtë në dorë. Ai ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Shërbimi i komisarit të policisë Mirdite referoi më dalë në prokurorisë ngjarje aksidentale pasi shtetësi AG 38 vjeç banues në fshatin Qafmush në Mirdit gjatë punës është dëmtuar aksidentalisht teksa përdorte sondën e kërkimit. Ky shtetës ndodhet në spitalin e Traumës Tiranë jashtë rrezikut për jetën.